Shqipën dhe për showbizin, se kështu e ashtu edhe një musafir Shqipës gjithsesi, si çdo të pranë tjetër, Shqipja tashmë është këtu dhe ka bërë një përmbledhje me të gjitha trejat e kësaj jave. Shqipe, mirë se vjen. Mirë se gjeta dhurat. Kështu thonë Shqipen dhe kush është ai dhe? Nuk di kush mbeti, po gjithsesi kemi shumë ai ra dhe vet, sepse për me kemi shumë për me diskutu si gjithmonë dhe jemi drejt verës, s'kemi një halon verë, jo. Edhe pak. Kështu që po i bjen që ka shumë projekte të reja dhe vërtet në fakt kemi shumë projekte cilat po vinë edhe shumë fakt emra të ri cilt me një farkohe nuk është që kanë pas shumë publikime dhe virën e kaluar nuk është që për shembull Adelina Berisha, këngëtarja nuk është që ka pas ndonjë projekt shumë veror ose projekte të shumta gjatë krejt vitit 2024, kështu që në këtë rast Adelina Berisha po duket që po rikthehet në një farforme me hitet e saj verore, sepse disa vetë se i ka gati dhe një prej tyre e ka përfundu në fakt edhe krejt videoklipin e kështu që vetëm po presim që të lancohet edhe projekti i kompletuar edhe me pasi që ka vendos Adelina me rikthy. Do të ka kohë që i mungon skenës në një farforme dhe gjithmonë ka qenë on and off Adelina. Ka pas klipe, më pas ka pas një pauzë, më pas prap klipe, pauzë, diçka është, nuk është se ka qenë konsistente, po themi, si disa prej artistëve tanë që s'kan pasur të ndalur. Këtë rast mund të përmendim edhe Dafina Zeqirin, cila krejt tash pak së voni, po e shijon muajt e fundit të shtatzanis. Edhe në fakt jo, në pas që ka dhënë data të reja Dafina për disa koncerte të tjera, që do të thotë nuk... Prandaj po e krahasoj njerë për njerë. Për Dafine nuk ka nevojë me diskutu, e kemi folë shumë shpesh këtu në studio që nuk po e ndalë as edhe një send, edhe nuk e di pse po më duket që deri në fund të shtatzanis, deri sa të mundet, ajo ka me vazhdu me koncerte, edhe kur ja pash në fakt të datat e reja, edhe cilat i ka lokacionet shumë largë për njëra tjetrës, edhe rruga e bën atë vetën, kështu që po besoj që Dafina ka me pas projekte deri në fund, edhe në fakt një prej projekteve, nuk e di sa është lancu veçse, po e kemi me një artist të huaj, kështu që nuk po ndalët. Prandaj e krahasova, duke marrë parasysh që Adelina Berisha nuk është se kemi pa në kësaj lloj konteksti, në koncertet të pandalshme, videoklipe të një pasnjëshme, edhe po besoj që ndoshta tani është koha që ta shohim, ndoshta më shumë të involvuar edhe më shumë me klipe apo projekte të reja. Është shumë e vërtet ajo që the pak më herët, gjithmonë ka pas një projekt ose dy, pastaj ka pas një pauzim edhe nuk është që kemi pas një sezon verore taman kështu vetëm të Adelinës, që shimi mësu me pas të artisteve të reja në këtë rast vajzave, po përveç Adelinës kemi Ederina Balaj e cila ka paralajmëruar një projekt të radhës edhe në fakt Ederina vetë se ka të përfunduar edhe shumë shpejt po vjen jo vetëm me një, po ka disa projekte të cilat i ka në përfundim me sipër edhe thjesht po pret sezonën. Kështu që e thashë më herët që kemi me pas shumë projekte të reja jo vetëm këto ditë, po edhe gjatë krejt sezonës verës. Po, interesante Ederina është, mendoj hynë në të njëjtën kategori si Adelina, përderisa ka qenë në fillimet e saj, ka qenë shumë do të involvuar në projekte, bashkëpunime, më pas e ka pas edhe një periudhë pauzimi, në kapin ndryshoj tani edhe stilin, edhe po sjell këngë edhe më ndryshe se sa që jemi mësuar t'i shohim në fillimet e saj. E që po e pëlqejnë, siç duket fansat e Rinës, këtë ndryshimin e saj, këtë rritjen profesionale, kisha me qujtë. Në fakt është ndryshimi stilit, totalisht, hyri në muzikë si një rap artiste, pastaj doli dhe po pëlqejnë njerëz zakonisht shumë këto këngët më ndoshta pak si balada, kështu kisha me e thonë, këngë më të qeta, sidomos nëse kanë kështu si kuptim teksti tyre përmban tema të dashurisë e krejt këto cilat po pëlqejnë. Në fakt, ky trend i ndryshimit stilit nuk është vetëm të Rina, është edhe të Tajna, është edhe të shumë këngëtare të tjera, pastaj e kemi pas edhe Dafinën ku ndryshoi stil në muzikë edhe bashkëpunimet e saj ka qenë shumë surprizuese këto kohë të fundit, pastaj edhe projekti i cili ka pas pak tallava për Dafinën, shumë njerëz në fakt nuk e kanë pëlqyer.
pastaj ka qenë një tjetër pjesë e njerëzve cilët e kanë pëlqyer Dafinën në atë projekt, po shumë këngëtare, shumë vajza kanë ndru stil. Po eksperimentojnë një farë mënyre me... Po eksperimentojnë edhe thjesht gjatë 2024-ës nuk është që kemi pas shumë vetë të mirë për shumë këngëtare dhe këngëtare, po më duket që vetëm Dafina dhe Yll Limani e kanë bajt estradën gjatë vitit kalum. Këta tjertë kanë pas ato kohët të tyre ndoshta një projekt dhe pastaj pauzë. Ndërsa ky vit po duket që i ka mbush baterit për krejt artistët edhe kemi me pas në fakt edhe emra të tjerë cilët po vinë me projekte shumë interesante, për shembull Janina, e cila po ashtu po vjen me një projekt të ri. Janina paksa e ka ndryshuar edhe kjo stilin, sepse shumë prej këngëve të saj tash po përmbajnë disa tekste pak më interesante dhe pak më ndryshe se çdo artiste femër që e kemi në estradë dhe që e kemi pas. Janina dhe Era janë pak më të rrezikshme kështu themi në edhe videoklipet e tyre, po edhe me tekste, dhe janë pak më interesante se sa pjesa tjetër e estradës nëse flasim veç për vajzat. Përveç Janinës, Rinës, krejt këtyre vajzave, kemi me pas projekt prej një repartisti tjetër, prej Getit, i cilin fakt është ndryshe prej herave tjera, se nuk po dihet sa është projekt muzikor, a është diçka filmike, ndonjë film, diçka e re, po Geti është pa në një veshje shumë interesante, në fakt e ka publiku edhe në, po sigurisht duhet jetë projekt muzikor, sepse pas ka dhënë edhe titullin në Instagram, pastaj edhe orën edhe gjithë shka tjetër, ndërsa sot është edhe data që e ka shkru në Instagram Geti, edhe si që po shihet, videoklipi ka me qenë pak më ndryshe se sa videoklipet e tjera që i ka pas. Sepse ka këto veshjet kombëtare, cilat ka vendos edhe Geti edhe pjesa tjetër e baletit që po besoj kanë me pas një farë lloj performance në videoklip. Më vjen mirë që ka zgjedhur veshjet tona kombëtare, ndoshta edhe motivet, pse jo të shohim se çfarë do të përmbajë kënga, po gjithsesi filluan këngëtarët me këto eksperimentet e tyre të prekim pak edhe spanjollishten, edhe përveç anglishtës që nuk diskutohet, po filluan me gjas të eksperimentojnë edhe në gjuhë të tjera, të cilat nuk është se flitan në vendin tonë, pse jo, të sjellin diçka që ka të bëjë me gjuhën tonë në fund të ditës, me trashëgiminë tonë përgjithësi. Unë po kthejmë prapë te Tajna, se po nuk e dija jam shumë e sakt, po Tajna po më duket për herë të parë që ka këndu gjuhë përveç anglishtës edhe gjermanishtës, që i kemi të shumë artist. Spanjollisht e kemi dëgju Tajnën në një prej projekteve të saj të para, ku e ka një pjesë të një këngë ku këndon pak spanjollisht edhe i ka përzit pastaj shumë projekte. Dhe nuk është vetëm Tajna, ka pas të tjerë, mu po mbjen me Flori Mumajesi, në bashkëpunim që kanë qenë me një këngë tjetër ku flitet dhe këndohet spanjollisht, dhe ka shumë këngëtarë tjerë të cilët e kanë ndjek, po themi, këtë trendin e spanjollishtes. Po ne si shqiptarë gjithmonë kemi mbete anglishtja, gjua shqipe pa dyshim, edhe gjermanishtja, sepse gjuhën gjermane shumë prej këngëtarëve tonë e din, për shkak që disa në fakt prej tyre dhe kanë jetu aty, ose kanë lindu ose diçka e tillë. Spanjollisht kanë erdhë është pyetja, apo telenovelat. Kjo e ka bot vetën, pa tjetër, këtu do është ta me do që e ka bot vetën edhe kjo, po edhe është si lloj trendi, kështu në krejt industrinë ndërkombëtare, ku e përdorin shumë shpesh, sepse është si gjuhë që e tërhek çdo dëgjues, edhe pa tjetër edhe nëse nuk e ke kuptuar çka, e di që se cili prej nesh këto e din ndonjë këngë pak spanjollisht. Kështu që kjo po besoj është ma shumë si lloj trendi dhe tonë po e përcjellin, dhe sigurisht që kanë me sjell, po përveç këtyre artistëve që i përmendëm që kanë ndru stil totalisht, në një anë tjetër e kemi me Lindën që po qëndron e njëjtë, që prej fillimit Melinda nuk është që ka eksperimentu shumë me projektet e saja muzikore, gati se gjitha në fakt edhe prej publiku cilësohen si të njëjta, veç tekstet pak janë ndronë, edhe për melodi është kritiku në fakt që i ka shumicën të njëjtat, tematika që i përdorë në për tekste janë shumë shpesh të ngjajshme, edhe gjithmonë Melinda ka qenë kështu
në qendër të vëmendjes, në fakt më shumë për veshjet e saja, edhe pastaj sigurisht edhe për këngët cilat zakonisht janë hite verore, ndërsa Bardhi në anën tjetër edhe ky një këngëtar i cili së fundmi është komentu shumë për ndryshimet e tij, pjesëmarrja në Beg, gjithçka tjetër që i dhanë, themi kështu, një shtytje të madhe Bardhit për këtë sezon verore, sepse po duket që është i angazhuar jashtëzakonisht shumë me projekte, edhe po sjell shumë shpejt një bashkëpunim me Melindën, dhe jo vetëm. Se më duket këta kanë bashkëpunime edhe në të kalumen. Kanë bashkëpunime edhe në të kaluarën, edhe të gjitha në fakt janë super hite dhe këngë cilat mbajnë më së shumti klikime në kuadër të themi kështu projekteve të Bardhit që i ka, janë disa projekteve cilat kanë më shumë të klikime, edhe mund të shihet që është një këngë verore prej kësaj fotos që po e shohim, e që sigurisht po të regon që janë Bregdet edhe ka me pas diçka të tillë, ndërsa përveç projektit Ferrari, që ka qenë njëra prej projekteve të para të dyshes bashk, Mos ma prish, ka qenë tjetra e projektin e radhës, po e presim, sigurisht që do t'jetë një tjetër hit veror i dyshes. Ka një marrëdhënie shumë të mirë mes vete, përderisa vihet tek bashkëpunimi i tretë, i katërt me radhë, kështu që pse jo, mos sjellin diçka të bukur për fansat. I kanë pëlqyer edhe këngët e kaluara, kështu që besoj edhe projekti i ri. Shumë e vërtet. Në fakt, Bardhi po pritet që ka me pas një sezon shumë të mirë të verës, për shkak të Bigot, po e përsëris prapë, sepse gjithmonë vera e parë që artistët kanë prej Bigot, po në këtë rast nuk ka me qenë e para për Bardhin, sepse ka pasat pauzën për shkak të problemeve shëndetësore të nënës së tij, pastaj edhe lindja e fëmijët, e gjithçka tjetër. Ka pasur edhe me menaxhmentin, siç duket. Edhe i ka pas problemet. Duket edhe bashkëshorta e tij ka përmendur edhe problemet financiare dhe shumë gjëra tjera që në një farë mënyrë kanë qenë duke i kaluar si çift, kështu që po besoj tamam kjo verë është që duhet me u përkushtu punës edhe normalisht si baba. Andaj e thash është vera e parë e Bardhit, nga dalja e Bigut, edhe sigurisht që ka me pas projekte muzikore të tjera, përveç kësaj me Melindës që e kemi veç se të konfirmuar, po ka me pas edhe shumë koncerte dhe në fakt me njëherë dalin krejt ato lajmet edhe ato matjet që publiku zakonisht fillimisht i bën, pastaj edhe mediat ku po flitet, po bëhet një farë lloj krahasimi i krejt këngëtarëve të cilët kanë qenë pjesëmarrës të Bigut, edhe kush ka me pas verën më të mirë. On top sigurisht që e kemi Gjestin, sepse kemi me diskutu pak më vonë që veç se i kemi disa prej datave e disa prej koncerteve, e që shumë prej tyre në fakt kanë me qenë jo në Evropë, po edhe më largë, edhe po pritet që Gjesti ka me pas një super vera. Një super verë. Një super vit. Një super vet në fakt, me qenë se ka qenë njëri për personazheve më të përfolura të fund vitit të kaluar dhe këti viti, po besoj që do të vazhdoj të jetë ky vit i mbushur me tituj dhe jo vetëm sa i përket Gjesit, po flasim për koncerte, po flasim për prindrit, për pjesëmarrjen e tij në Big Brother dhe jo vetëm, për fitoren e shumë çka tjetër. 184 ditë izolimi për Gjestin në Big 6 muaj, izolim kështu totalisht në 2 viti i bie të jetë i mbyllur dhe pa kontakt me. Edhe prapë studiohet se qysh mundet një fytyrë publike, një artist me mbajt kaq gjatë qëndrim, ndoshta Gjesti, jo ndoshta, po sigurisht që Gjesti është kështu edhe në shtëpi, edhe në shoqëni, edhe në punë, edhe gjithçka tjetër, sepse me këtë buzëqeshjen që po e shoh vazhdimisht në këtë fotografi, e ka kalu krejt këtë 6 mujarsh, edhe sigurisht e ka marrë dhe fitoren e cila ka qenë plotësisht e merituar, sepse për herë të parë më shumë për herë të parë këtë publiku është pajtuar në fakt për një emër, padyshim që edhe finalistët e tjerë kanë qenë të mirë në këtë edicion të Bigut në Shqipëri, po Gjesti ka qenë më i votuari edhe jo vetëm, më i pëlqyeri nga publiku, nga pjesëmarrësit e tjerë të Bigut, edhe këta të Kosovës në fakt gjithë e kanë suportuar dhe gjithë kanë qenë shumë të mirë. Në fakt e po është Drilonin, i cili minjerë ka dalë me intervista edhe ka qenë i sigurt që fitoria ka me qenë e Gjestit edhe pastaj edhe fitoria e tij e cila ka qenë në Kosovë, ka qenë plotësisht e merituar.
këtu ka pas diskutime, ka pas vend për diskutim, sepse ka qenë një prej banorëve më të qetë, kështu të themi në Begë, e dim që ky format nuk i dën fort këtë lloj banor, kështu që Gjesti këto 6 muajt e ardhshëm sigurisht që ka me qenë shumë i nxënët, edhe koncertet që thash që ka me pas jashtë Evropës, në fakt i kemi disa data cilat koncerte ka me mbajt në Amerikë. Edhe tashmë vetë se Gjesti po kërkohet edhe në Amerikë, edhe sigurisht që kur shkon atje nuk ka me pas një koncert, ka me pas më shumë se një edhe në shtete të ndryshme, kështu që pastaj e ka Evropën, po për herë të parë kemi me pas në Tiranë, nëse nuk jam gabim, edhe është sot. Do të koncerti i parë i Gjestit. Pas daljes në këtë rast. Kështu që pas daljes koncerti. Po, me gjas pash edhe disa tituj ku bëj pyetja se a do t'jetë edhe Egli prezente në këtë koncert. Dhe më pas komentet si gjithmonë që nuk lën asnjëherë asgjë pa u ikë dhe pa i komentuar. Me qenë Gjeneta dhurat. Pyetja. Gjeneta është e ndjek në krejt valjet e ti, në gjdo fotografi, në gjdo gjë, Gjeneta me nërë vjen pas, tash më është vetë se e punësuar edhe në top, kështu që e di që e ka për detyrë me dhanë opinione dhe mendime të saja, po nuk është që e kalon keq edhe kur s'ka qenë e punësuar aty, edhe gjithmonë ka pas komente për Gjestin, edhe gjithmonë në fakt ka qenë ajo e cila i ka pas deklaratat shumë të forta, kur që prej fillimit ka thonë që nuk ka me pas Egli dhe Gjesti, ata kanë me përfundu me njerë pas daljes, po duket që qifti po vazhdon edhe pas daljes së Bigut, edhe këta të fundit, në fakt janë po së bashku në Kosovë, në Shqipëri e gjithkund, edhe po besoj që kanë me qenë bashk edhe sonte në koncertin e parë të Gjestit, pastaj Gjeneta do të merr pjesë ajo. Unë e njëjtë si te, i lexova disa komente dhe po thojnë që Gjeneta është momentalisht duke banu në Tiranë, edhe sigurisht që ka me qenë edhe pjesë e koncertit, sepse ku është vëmendja më e madhe mediatike edhe po e njerëzve thjesht, Gjeneta është aty. Kështu që sigurisht nuk e ka pas rastin që t'jetë pjesë e Bigut të Shqipërisë, për shkak të një mosmarrëveshje që kam pas në atë kohë me Topin edhe Gjeneta, pra me produksionin e Bigut. Pastaj prej aty Gjeneta pas një kohë të gjatë uftu prap për që t'jetë opinioniste në disa programe që kanë tema të ndryshme, jo vetëm Big Brother. Po mirë shumë, ju shkoft në barë të dy palve në këtë rast, edhe urimet për Gjestin normalisht, si që thatë pak më herët edhe te vetë, që ka qenë një fitore e merituar, duke marrë parasysh që gjithë publiku kanë qenë me të, dhe normalisht edhe votat kanë qenë drejtuar ati. Edhe është fitoria parë që Big Brother në Shqipëri po ja jep, po flasim për VIP, po ja jep një dikujt nga Kosova, edhe fitoria Gjestit jo vetëm që ka qenë e merituar, po ka qenë një prej banorëve më jo problematik, themi kështu, që ka marrë fitoren. Gjithmonë jemi mësu që këta fituesit e Bigut vinë edhe me disa skandale në fitore, dhe gjithmonë kemi pas fitues cilët kanë bë edhe shumë gjëra të tjera, edhe ndoshta kanë mbri edhe me fjalorin më të keq në finale dhe pastaj edhe si fitues, po Gjesti dhe Luizi kanë qenë dy personat cilët janë pëlqyer më shumë të dy banorë që kemi pas në ndonjëherë. Edhe kanë thyer çdo rekord. Në fakt Gjesti nuk e di se nëse ka pas ndonjë ndryshim, po e di që ka arrit mbi 600.000 ndjekës në Instagram. Nëse kthehemi më shumë në fillim, nuk e di ai ka pas 10.000 ajo, kështu që sigurisht është një rritje shumë përqende madhe, kështu që përveç këtyre është interesante që pavarësisht që është krahasuja zakonisht shumë me Luizin, asnjëherë nuk e kemi pas ndonjë deklaratë Luizit sa i përket Gjestit, gjithmonë është përmend, është krahasu, edhe njerëzit kanë prit paktën një urem për Gjestin nga Luizi, se janë bo shumë. Kështu që nuk kemi pas, edhe Luizi po vazhdon edhe ai me projektet e tij muzikore, cilat do të vinë shumë shpejt. Veç suksese. Veç suksese. Tash dalim prej krejt këtyre projekteve, sepse në fund krejt unë e kam lanë që diskutoj
për fatkeqësinë tërmetin i cili e ka godit Turqinë, edhe fatkeqësisht kemi pas shumë shqiptarë aty, cilat videot kemi arrit me i pa në rrjetet sociale, edhe ka prek shtëpitë shumë shqiptarëve dhe jo vetëm, po edhe fytyra publike cilët kanë qëllu ato ditë, ato kohë në Turqi, e që pastaj kanë mbet edhe sigurisht ka qenë një kujtim jo shumë i mirë. Morena Taraku ka reagu për herë të parë në Instagramin e saj, sepse gjatë goditjes së tërmetit të mërkurën në Turqi, ajo ka qenë së bashku me babajin e saj në spital, edhe ku nga aty sigurisht që kam pas një moment jashtëzakonisht shumë të keq, sepse është dashur që në ato kushte shumë të vështira që babai i tij ka qenë, po mendoj kështu shëndetësisht nuk ka qenë shumë mirë, është dashur që të qohet edhe ti ndaloj të gjitha trajtime që ka qenë duke i marrë në spital, për dalë edhe për t'u largu nga spitali, sepse sigurisht që kjo është e para që duhet bëhet me njerë pasi të ketë ndonjë goditje tërmeti, dhe Morena gjithë këtë historie ka të regu në rrjetet e saj sociale, duke në fakt edhe njoftun ndjekësit e saj, që për një kohë nuk do të jetë shumë aktive në Instagram për shkak të krejt shqetësimit që ka marrë nga ky tërmet edhe nga kjo ngjarje. Urojmë që shëndeti i babait fillimisht të përmirësohet, e më pas po besoj që Morena do të rikthehet tek fansat e saj, edhe gjithsesi të rikuperohet vendi normalisht pas asaj tragedie, se në funditës po besoj që ka pas edhe dëme tjera. Ka pas shumë dëme të tjera, të gjitha mundemi me i pa në rrjetet sociale, shumë shqiptarë kanë publiku video të ndryshme të dëmtimeve jo vetëm materiale, po sidomos kur pjesa më e ndihshme është spitalet kur goditen, sepse padyshim që aty është shumë më e vështirë që dalë edhe të largohesh nga objekti edhe gjitha këto. Kështu që i urojmë fillimisht shëndet babait Morenës, sepse dim që një kohë gjatë ka qenë i sëmur, pastaj edhe gjithë të tjerë cilët i ka prek ky tërmet. Ka që kishim për sot, apo jo? Ka që kishim për sot dhurat. E po shpresoj që do të shihemi javën që vjen, po besoj që java është e gjatë edhe do të ketë ndodhira tjera për të diskutuar. Patjetër, faleminderit shumë për juve. Ishte kënaqësi. Miqtë e dashur, ashtu si që thash pak më herët, kaq kishim për sot, e për fund po i falenderoj gjithmonë ata që kujdesen për ne, platformën Telkos dhe Ujmokne për